Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Muhammad bin Abdillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Allahumma laka alhamdu kulluhu wa biyadika al-khayru kulluhu wa ilayka turja'u al-amru kulluhu. Allahu na falendrojmë Kryesin, fuqiplotin, mëshiruesin, mëshirbërsin, krijuesin të gjithë shkrahit. Allahu në falendrojmë. S'ka zot tjetër që meriton të adhurohet, madhurohet, pos Allahut fuqiplot. Për Allahut ndihmë kërkojmë. Tek ai mbështetemi dhe tek ai do të kthehemi. Salavatet dhe selamet për shëndetit tona Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Familjes e tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e ndjekin dhe pasojnë. Vëllezër, për hir të Allahut. Në fillim e këshilloj vetin tim e pastaj juve. Këshilloj vetin tim, pastaj juve me devotshmëri. Të jemi të devotshëm, të kemi frikë Allahut subhanahu wa taala dhe të përgatitemi me vepra të mira për të dalur para Allahut subhanahu wa taala. Përgatisim sa më shumë vepra të mira për atë ditë kur do të takojmë Allahun azza wa jall. Thot Allahu fuqiplot: Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Në atë ditë kur pasuria, fëmia, fajde, dobi njeriu nuk do t'i bëjnë. Pos atij illa man ata Allah bi qalbin salim. Pos atij që do del para Allahut subhanahu wa taala me zemër të shëndosh. Zemra e shëndosh është ajo zemër në të cilën mosbesim nuk do të ketë, pra me iman e mbushur. Zemra në të cilën hipokrizi, dyftyrsi nuk do të ketë, zemra në të cilën urrejtje, mendjemasi nuk do të ketë, pra zemra e shëndosh është zemra që është ruajtur nga gjërat e këqija. Allahu na pastron zemrën dhe na i ruajë ya Rabbil Alamin. Vëllezër, shumë shpejt koha kalon. Shumë shpejt ditët kalojnë. Sa po vendos kokën për të fjetur, vjen sabahi. Sa e fillon ditën e parë javës, vjen gjumaja, vjen fundi javës. Mujt, vitet, kalojnë pa e kuptum. Dhe për këtë është dëshmitar çdo njeri i gjallë që jeton. E ato që kanë vdekur, edhe ata e kanë përjetuar. E shohim se si Ramazani për Ramazan sa shpejt kalon. Shkoj Ramazani, kur shohish herë Ramazani tjetër. Pra koha ik shpejt. E ne duhet të kujdesemi për të shfrytzuar këtë kohë për të cilën është betuar Allahu subhanahu wa taala, të shfrytëzojmë në mënyrën sa më të mirë. Sepse dita e sodit më nuk kthehet. Dita e dieshme nuk kthehet. Ta shfrytëzojmë ditën e kaluar është e pamundshme. Mundesh ta shfrytëzosh ma ditën e nesërme. Sot çka bën? Këtë ditë më nuk kthehet pra. Prandaj themi dhe përsërisim çdo herë, nuk luhet me jetën. Nuk luhet me jetën. Jeta nuk jetohet dy herë. Jeta jetohet një herë. I mençur është ai i cili din si jetën ta jeton dhe ta kalon. I mençur është ai i cili din si jetën ta kalon, e ditët, e momentet, e kohën ta shfrytëzon. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. A ditë kur njeriu do ta kujtojë se çka ka bërë në këtë dynjë, në këtë botë. Ama do të jetë dita e ringjalljes. Do ta kujtojë njeriu, do ta marrë vesh, do ta kupton se çka ka bërë. Por askujt nuk do të jepet mundësia që të kthehet prapë. Edhe ti korrigjon e ti përmirëson gabimet e veta të cilët i ka bërë gjatë jetës së tij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kur ta shohin ditën e gjykimit, kur njerëzit grumbullohen para Allahut subhanahu wa taala, do t'i dubon Allahu azza wa jall prit pari deri tek i fundi për të gjykuar
për jetën e tyre, veprat e tyre, punët e tyre, ymrin se si e kanë kaluar, kur ta shohin, do të duket si kur kanë qëndruar vetëm një mbrëmje ose një mëngjes. Dynjaja, jeta e tyre që kanë jetuar në këtë dynja, kur do dalim në ahiret, dhe kuptojmë se vetëm një mëngjes ose një mbrëmje, një natë vetëm ka qenë dynjaja, kaq. Pra kuptoj se dynjaja është një mëngjes ose një mbrëmje. Po 50-60 vjet, s'ka shkojnë. Para se gjithash, s'ka kush që ta garanton ty ditën, ose ymrin, ose sa do t'jetojmë. Këta s'kush se ditë. Po veç asaj, 60 vit, ose 70 vite. Shkojnë dhe ma fund, kur t'i pysi isha 70 veçarin, 60 veçarin, s'di. Shkoj ymri, shkoj jeta. A këtu, a ty, edhe pak, duke vrapuar dhe duke u munduar për ta marrur, për ta kapur këtë botë, këtë dynja, vjen në momenti që kjo dynja, për të cilën ke vrapuar, je munduar, nuk t'jep ma shumë se 2 metra. Ma shumë se 2 metra nuk t'jep, për me të varros. Edhe pse nuk e di sa ara dhe i bleve gjatë jetës tënde, nuk e di sa shtëpia e ndërtove, nuk e di sa abone, nuk e di sa hotel ndërtove, kur vjen dita, nuk t'jep dynjaja përse po se 2 metra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yataqarabu az-zaman. Nuk do të ndodhe kiameti, nuk do të vije kiameti, derisa koha të afrohet, viti bëhet sa një muj sa një javë, java sa një ditë, e dita sa një orë, ora sa një minutë. Koha, thot Imam Shafiu rahimahullah, koha si kohë mbetet e njëjta, por Allahu subhanahu wa ta'ala e ngren bereqetin e kohës dhe sun e shqijojmë, sun e shqizëm. Kalon dita, sa e thamë astaghfirullah, sa e përmendëm Allahu. Qka bom gjatë kësaj dite? Vetëm këtë ditë mere. Po i tanë ymrin, tanë jetën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, koha do të shkurtohet, dija do të merret, dituria, dhe do të shfaqen sprovat, dhe do të shtohet vrasja. Për alameteve, për shenjave të kiametit. Koha do të shkurtohet, dija do të merret, do të hiqet, vrasja do të shtohet, dhe sprova do të shtohen. Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala ka thënë, njerëzit janë udhëtar. Ndalesa e tyre është ose xheneti ose xhenemi. Masi që Allahu na ka krijuar dhe na ka sjellur në këtë botë, këtë dynja, ne pa pikë dyshimi jemi udhëtar dhe duhet të udhtojmë, dhe ti s'u ndalesh. Dhe këtë udhtim ti s'u ndalesh. S'u ndalesh. E destinacioni ose vendi ku do dalet njeriu, ose xhenet ose xhenem. Ku do robi të shkon? A do të vunë me vujtje të përhershme në dënimin, nëse të dënohet me dënim që Allahu subhanahu wa taala e ka përgatitur për zullumçarët mizorët, apo dëshiron që të përjetojnë të mirat e Allahu te bareke ve taala që Allahu i ka përgatitur për njerëzit e devotshëm në xhenetin e tij. Pra, jeta është si një udhtim i shkurtër, po jo për rehati të përhershme. Kush kërkon rahatinë e përhershme këtë dynja, ka dështuar. Është e pamundshme. Çka ku shkojsh, pi sprov, pi bela, pi musibet. Ha këtu mundojsh të zgjidhish një problem, ha u qol një problem tjetër. Ha të mundojsh të zgjidhish, ha një sprov tjetër. Ha këse mundojsh të jekish, ha një sprov tjetër. Allahu fuqiploti na ka sjellur, na ka prunë një vend ku janë sprovat, edhe na ka sjellur për të testuar, për të na testuar, për të na dëshmuar se kush jemi, çka jemi, si jemi dhe çka meritojmë. Prandaj jemi këtë dynja, të sulikish dhe rahatlëk në këtë dynja e kemi vetëm në namaz, në adhurim. Rahatlëkin vetëm e kemi në adhurim. Do të ceki një rast
ku na mundsohet pa cekur emra ose dje patëm një rast, një pabesimtar, në realitet besimit katolik, Zvicran, ai me sprovat e veta si çdo njeri. Edhe ai sprovat e veta, edhe belat e veta. Por dikush mund t'i përballon, dikush jo. Kur dikush ka ku të kapet, ka ku të dresohet, ku të drejtohet, ku t'ja ankohet, është shumë kollaj. Ama kur njeriu, se edhe ti edhe unë kemi sprova, por nëse unë s'kam ku t'i drejtohem dhe s'di, është problem për mu. Ama ti ke sprovat, ama ti ke ku t'i drejtohesh, ke ku t'ja ankohesh. A është Allahu subhanahu wa ta'ala. Me gjitha të sprova, vjen momenti që suni përballa vështirësi e madhe dhe vetëm si zgjedhje ka thënë, i thotë që ku vet a bën të takoj imamin tuj, e kur s'ka ardhur në xhami, të takoj imamin tuj, e pastaj do të atakoj edhe priftin. Qohi ku do të gjej rahatin. Atë hoxha, atë popi të prifti. Qëllimi i tij njëti ti ky. Thjesht njeriu kërkon rahati. Gjukush e kërkon rahatin. Gjukush kërkon gëzim, lumturi, gjukush. I çmenduri, budalli që është budall nuk kërkon probleme, nuk kërkon shqetësime. Don't kënaqet edhe ai. Pra gjukush kërkon lumturi, kërkon kënaqësi. Edhe ky njët kërkon rahati, qetësi, por ka një shqetësim i madh në brendin e gjoksit atij. Dhe ardh. Mi pritëm, muhabet, sen. Tha, vajza ime tha kishte problem, kishte do shqetësimet e veta, edhe një hoxhi ka këndu Kur'an. Po nuk e di, tha, a këtu a dikun tjetër i ka këndu Kur'an, dhe po më thot vajza, baba, ndëgjo Kur'an se me të vërtet qetëson e nuk mundesh të imagjinosh se sa qetëson. Tha masi, tha, e të shofë, tha, me të vërtet, tha, vajza është shumë e qetë, shumë mirë, tha. E masi, tha, e shoh se vajza u qetësu, du, tha, që unë të shohë edhe unë, qka është këtë Kurani, e qëfar ndikimi ka në shpirtin, në zemrën e njeriut Kurani. I thom, a do të folim, të flasim, të shpjegoj rreth Kuranit si Kuran, apo dëshiron diçka të dëgjosh nga Kurani. Tha, jem dikush që dëshiroj praktik, tha. Me njërë, tha, në praktik. Thash, nuk është problem. Që thash, ti recitoj disa ajete. E mura mikrofonin, nisa ti recitoj disa ajete, edhe vetëm e shef trupin e ti si shkrijet. Ama shkrijet, kur thom shkrijet, kuptoj shkrijet, se kullore kur shkrijet. Shkrijet. Ushtri. Këndoj, sytë u mushën me lot, ftyra u ndryshu, unë tash këndoj, po pa e zgjatë shumë. E mas e përfundova, i thonë, a je mirë? Që di, tha. Që kam do, tha, me trupin tim? Pse, tha, që kam do, nuk e di, tha. Po di, tha, një lëvizje, tha, lëvizje, mërnica, lëvizje në për trup. Interesant, që ka është, tha, kjo. E pas ta i disa fjale, rreth Kuranit, rreth madhështisë së Kuranit, rëndësisë vlerës së Kuranit, të cilit Kur'an vlerën rëndësinë ja kemi haru. Të cilin Kur'an nema e kemi neglizhu, e kemi largu. Të tjerët kërkojnë rahatllëkin, qetësinë përmes Kur'anit, me Kur'an, sot muslimani Kur'an nuk dëgjon. E kërkon rahatllëk. Ku kërkon rahatllëkin? Ku kime gjetë? Ati ku kërkon s'kime gjetë, të dish. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet, me të përmendurit e Allahut, zemrat qetësohen. Me Kur'an zemrat qetësohet. E dhikër më të mirë se Kur'ani nuk ka. Edhe tjetër shqetësime kemi. Morëndore ke. Allahu ta ka falë, ta ka dhënë mrekullinë më të madhe për me i rregullu, për me i rregullu jetën tënde, për me i largu sprovat e tua, për me i zgjedhë dhe me i mirë menaxhu sprovat e tua, belat e tua. Me i zgjedhë problemet e tua në ndore kemë. Qelsin e gjdo gjëje e ke në durët e tua. Qka të ndodhë, qka ke o njeri që ti ja këthen shpinën Allahut? Qka ke që ti ja këthen shpinën Kuranit? Qka ke që ti ja këthen shpinën ati që
qetësia është ndurta ti. E ti kërkon qetësi. Kërkon rahati. Njerëzit pra janë në një udhëtim i shkurtër, por jo në një vend të rahatshëm të përhershëm. Rahatin, namaz, Kur'an, dhikr. Jashtë kësaj, ke dështu e ke gabu. Mendo një shembull praktik, një kalendar i cili në fillim të vitit është plot. Mirë po, çdo ditë që kalon, e hek ka një fletë të kalendarit, apo? I keni do kalendare, kështu në për xhamia do shkemi do kalendare të turqëve që ka i shpërndajnë, ke parasysh edhe ato agjilerë xhamati çdo ditë i hekin kanë një kalendar, por pak duhet pasur kujdes se aty ka shpërndarje të shumë gjëra që s'kan bazë në fe. Për shembull, që kam lexuar atëherë ku kam qenë si hoxha në fshat, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam da vije një zaman, një kohë, da vini një njeri i dishet me emrin e Abu Hanife. Gjëra të këtilla që pa bazë, kupton? Vetëm për hapje të ideologjive të ndryshme kështu me radhë, si do qoftë, çdo ditë që kalon ti e hek një fletë. E hek një fletë. Në fund, çka mbetet pikë këtij kalendarit? Bosh. Shmraze. Viti kaloi. Çdo ditë hoçi ka një. Kështu është jeta e njeriut. Kështu është edhe jeta jonë. Deri tash, a kemi bo 20 vjet? Para me do sa fletë kemi hek. 50 vjet, sa vjen jeta tonë po boshatiset. Ha? Jeta tonë po boshatiset. Po shprazet. Ndalu pak o njëri. Ndalu pak mendo për vetin tënde. Mendo për ardhmërin tënde. Mendo për të ardhmën tënde. Ndalu mendo. Për shkak se vjen momenti ku nuk do të kesh zgjidhje ose shpëtim në ditë kur do dalish para Allahut subhanahu wa ta'ala. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. Ditë kur do t'i të bëjë Allahu subhanahu wa ta'ala, do të duke si kur kanë qëndruar vetëm një orë të ditës. Me një jetë, një mbrëmje në sabah, kjo jetë si ka një orë. Kur në rinjallë në ahiret, dhe kuptojmë sa ka pas vlerë kjo dynja mas së cilës po vrapojmë pandal, për shkak të së cilës namazin nuk e falim, për shkak të së cilës Allahun e mëkatojmë, për shkak të së cilës mbytemi, vritemi mes vete, ja marrim jetën njëri tjetrit, për shkak të së cilës jemi gatshëm gjithçka të bëjmë, për shkak të së cilës edhe ahiretin e harrojmë, për shkak të së cilës edhe Allahun e mohojmë. E kur të dalim në ahiret, kur të ringjallemi, e kupton se jeta ka qenë një orë. Sa'ata min nahar. Sa'ata min nahar. Kaç. Tash ti do një orë nuk këtë punë ka me bo. Në ahiret kime marrë vesh, kime kuptu sa vlerë ka pas jeta dhe sa ka qenë jo një orë. Vlezër, dynja jo është tradit. Dje që ka kaluar. Nesër mund të mos arish, në stije, sa të jemi ligjerat, vetëm kur shpëndahet mesazhe në grup, shkoj filani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shkoj, be ishte, shkoj. Ti a ishte, ma ndë gjumë ligjerat, ishte. Po shkoj, tashma nuk është. Shkoj të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. A do të arim nuk edim, dhe sot është mundësia jote. E djeshme, kaloj. Nesër men a do të arim, nuk edim, sot. Sot, sante. Sante, nesër, nëse i gjallë, që dita e sodi që këtë tjetë, punohë, shfrytëzohë, dilë në mas sabajt, dilë në mas jetësis, madhërojë Allah subhanahu wa ta'ala, mos neglizho, mos u bo gafil për shkak se nuk do këthesh ma prapë në dynja. Edhe sikur të këthene Allahu i njëti do t'jesh, por nuk do të këthejemi ma, dhe nuk do t'a kemi mundësin t'i përmirësojmë gabimet tona që i kemi bëjë gjatë jetës tonë. Mos e shty të uben pendimin, mos e vono, shfrytëzoj çdo ditë që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe është një shans, një mundësi e madhe për ty. Mushe kohën me punë, me vepra të mira, të cilat vepra do të jenë hajër dhe dobi për ty në ditën e ahiretit. Kujto vdekjen. Hasan al-Basri rahimahullahu taala ka thënë:
nëse i vdekuri do të kthehej, do të shtonte veprat e mira. Prandaj ka thënë mos e hub këtë mundësi. Kanë përcjell një gjenaze. Të përcjell gjenazen, ata kështu kanë vepruar. E shafru një djalë tri, s'ka, ku të ke qenë? Vetëm me këshillu. Nuk ka idhnohet, si idhnohet, me këshillu, me shpëtu. Vetëm me afrohet. O djalë i ri, çka mendon? Nëse jepet mundësia këtij vdekurit të kthehet, të përcjell gjenaze, jepet mundësia të kthehet në dynja, çka kishte pas dëshirë? Po thot, me siguri ti fali 2 rekat namaz. Nëse nuk është ai jeti. Bon. Ai ma shkohet zon kthehet. Ama ti do të vish në vendin e tij e do ta dëshirosh, do ta kesh këtë dëshirë. E nuk do të mundesh, ama je gjalli, e bone tash. Nesër të gjithë kur do të futemi në tabut, do dëshirojmë që të kthehemi të falim sabaj. Do dëshirojmë që të falim nafile. Do dëshirojmë që të kontribuojmë rrugt të Allahut. Do dëshirojmë që Allahu shumë ibadet ta bëjmë se tek Allahu shkojmë. Shumë kërkesa do të kemi. Por kur gjë asgjë fajde nuk do të na vë. Ama ja sot i kemi. Pse be njëri i gjallë, shëndosh, me men, e kuptojmë e dim se për kësaj dynjaje pat jetër duhet të largohemi. Sot a nesër. Nuk ka ike, pat jetër e ke. A don, as don, nuk të pyet askush. As që o shpyt dikush, a don me të lanë ty? Jo, gjë kush ikë për kësaj dynjaje. Po mas si jemi të bindur se do të ikim. Ikja jote është për të kush. Se vetëm ne për të Allahu ikim. A prej çdo kujt ikim. Ama për Allahut ikim tek Allahu. Sepse Allahu është shpëtimtari. Allahu është mbrojtësi. Allahu është mëshiruesi. Allahu është ai i cili na krijon, pa edhe na fal, edhe na mëshiron. Sa gjuna kemi bu, sa mëkate kemi bu. Përcëri, nafak, risk, evlat, shëndet, çdo gjë. Adhurojnë idhuj të ndryshëm, Allahu nafakën nuk e ndal. Edhe pse ai Allahun e mëkaton me mëkati më të madh, rruzën toksor. Po nuk e ndal nafakën. Ama unë ty me të gabu diçka, nëse në ke dhënë diçka, me njerë më ndal. Pse? Se të bone një gabim. Allahu jo, subhanallah. Gabimet më të mdhoj robi apo në Allahut, Allahu në fakën nuk e nal. Nuk e nal në fakën. Edhe pse mundet. Allahu është furnizues, prandaj një për emrave të Allahut subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, alladhi yarzuqu ibada wal khalaiq. Ai cili i furnizon robrit e tij, krijesat e tij. Ai furnizon. E dynjan ja jep kë e don dha që nuk e don. Ama ahiretin nuk e jep përposa atij që e don. Vezër, ditët kalojnë. Jeta merr fund dhe shpejt mbaron. Forca dobësohet. Trupi ligështohet. Mendja dobësohet. Pasuria zhduket. Mbeten vetëm veprat e mira ose të këqija që i kemi bën jetën tonë. Kur gjë tjetër. Kur gjë tjetër. E vetmja gjë që do të hynë me robin në varr. Pyet vetin tënd. Pyet vetin tënd, nëse kjo natë është nata e fundit. Nëse kjo natë është nata e fundit për ty, për mu, zdim. Wallahi habitemi, mund të habitemi. Nëse kjo natë është e fundit për ty, edhe shkon tek Allahu, aje i gatshët me taku Allahun. Aje i gatshët me taku Allahun. Me veprat e tua. Aje azër. Veprat punë që ka ke bo. A do t'jenë veprat punë të cilët do të bojnë fajde do bitë ty, apo do të dëshmojnë kundër teje. Gjokush tash në pyetjen kur ka parashtoj jep përgjigje vetë. Se gjokush e din hallin e vetë. Edhe përgjigja që është, jo si jemi azër. Si jemi azër Allah të takoj. Si jemi gati. Si jemi gati se pak ose hiq i badet. Shumë gjunare. Shumë gaflet. Lakt ti kemi qëndru. Mas dynjas kemi gare e kemi vrapu. Shumë pak Allahun e kemi kujtu. Ama ja, momenti si moment është afër. Po kur të vjen
askush nuk pyet. Meleku I vdekjes nuk thot, a bon me ta marrë ajo shpirtin, a pajtosh që nuk pajtosh. Ta merr shpirtin me lejen të Allahut dhe ndahesh prej familjes, prej kësaj bote, prej kësaj jete, me atë çka dhe sa ke bo gjatë jetës tënde. Lusë Allah subhanahu taala në zgjon zemrat nga pakujdesia, nga neglizhenca, të na bekojnë në jetën tonë me bekime të mira e me vepra e mirësi të shumta. Lusë Allah subhanahu taala që na jape përfundim të mirë. Përfundimi ynë në këtë botë jetë me la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lusë Allah azza wa jall që kjo jetë, ky ymër, këto vite të dëshmojnë për ne jo kundërnesh. Lusë Allah subhanahu taala që Allah të na vetëdijsoj. Prej këtij gafleti Allah të na zgjoj. Në rrugën e drejtë Allah të na udhëzon. E zemrat na I pastron. E për atyre që qëndrojnë në rrugë të Allahut, Allah të na bën. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.